që prej vitit 2007 vetëm në qarkun e Tiranës janë mbjellë rreth 560 hektar ullishte të reja. Shifra është bërë ditur nga Ministri i Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit Genc Ruli gjatë një vizite që ka bërë në komunën Baldushk. Ministri i shoqëruar dhe nga fermerët të zonës ka parë nga afër disa plantacione të reja me ullinj, shumë prej të cilave kishin prodhimin e parë për këtë vit. Ministri Ruli është shprehur se subvencionet e dhëna në vitet e fundit jo vetëm kanë ndihmuar financiarisht fermerët, por i kanë orientuar ata më së miri drejt tregjeve. 10 vjet e fundit që braktisë ullishat të vjetra, është një dukuri e pabesueshme që në këto 5-6 vjet kemi një rritje të ndjeshme të sipërfaqeve të reja, të ullisheve të reja, janë rreth 5 milion rënj të mbjella vetëm në këto vite. Sigurisht subvencioni i shtetit ka qenë nxitës, por besoj më shumë se sa subvencioni i shtetit ka qenë ndikimi që ka dhënë kjo skem, nxitja që ka dhënë kjo skem kjo fermeri për të besuar që kultivimi i ullirit është një prodhim me leverti. Ky vit natyrisht do të ngelet si viti rekord në prodhimin e ullirit. Dhe ky prodhim nuk ka ardhur thjesht nga klima. Ky prodhim i shtuar gati 2 herë më shumë se vitin e kaluar, prodhimi i ullirit në rang vendi, nuk ka ardhur thjesht nga veçoritë e motit të vit. Ka ardhur nga që janë zgjeruar shumë sipërfaqet me ullisha të reja, ka ardhur nga fakti që tregu ka kërkesë gjithmonë më të madhe dhe që fermerët janë kthyer dhe kulturën e ullirit po e trajtojnë si një kulturë që ju siguron atyre të ardhurat. Duke marrë shembull eksperiencën personale, thirrje për të investuar në bujqësi ka bërë edhe një prej investitorëve në Baldushk, i cili ka përfituar edhe nga subvencionet shtetërore. Ne kemi 4 vjet, kemi mbjell 1600 rrojë ulli. Falë sa mbështete. Kemi edhe 600 rrojë tjera, kemi gati. Domethënë këtë vit bën 2000 rrojë ulli. Falë mundësive që na ka dhënë ky shtetërori, ky kryetar komune dhe kjo ministri. Dhe unë bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo të jenë, se shqiptarët janë vital, të punojnë, të investojnë në vendin tonë, Tuki, Shqipëria është e bukur, me kapitalet që kanë se janë mundësit. Ndërkohë, ndërthurja e politikave dhe investimeve ka bërë që fshatra dhe komuna të tëra të arrijnë të shfrytëzojnë më së miri potencialet natyrore dhe burimet njerëzore që kanë. Sipas kryetarit të komunës, Baldushku këtë vit ka arritur të plotësojë rreth 15% të nevojave për produkte që ka pasur kryeqyteti.